Të dashur dëgjues të Radio Marisë së Kosovës, qoftë lëvduar Jezu Krishti, po lusim së bashku me ju mbrëmsarën e parë të dielës së tretë të Pashkëve, psalmet të marra nga java e tretë e psalterit. O hymë e ja në ndihmë. O Zot, shpejto të më ndihmosh. Lavdiatit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Aleluja. Himni. Ndark të qengjit para folës, të bardhe me rob shpëtimi. Pasi u shfaq deti i kuq, ti këndojmë Krishtit krye princ. Trupi ti krejt i shejt, në altar të kryqit i flijuar, duke shijuar dhe gjakun, ne në Zotin për të jetuar. Mbrojtur në mbrëmje të Pashkës, nga engjëlli i shfarosjes, u çliruam nga zgjedha e faraonit të egër. Tash Pashka jonë është Krishti, edhe qengji që u vra pa faj, që për ne flijoi trupin me pastitën dorme. O flije denjë dhe qiltër, nga cila u shemferi, turma rëbruar çlirohet, vlerat e jetës po kthehen. Ngrihet Krishti Zot prej varrit, kthehet fitues nga humnera, tiranin e vën ndërpranga dhe hap dyert e parajsës. Për herë ti rofsh ndërmendje o Krisht gëzimi i Pashkëve, dhe me hir të rilindur në triumfin tënd bashkona. Jezus, ty të qoft lavdia, që shndrit me mundje të vdekjes, bashk me atin e me shpirtin, ndër gjithë shekujt burim jete. Amen. Antifona e parë. I madhërueshëm mbi qiejt është Zoti, nga llomi e lartëson të vëbektin. Aleluja. Psalmi 113. Lavdërojeni emrin e Zotit. Lavdërojeni shërbëtarët e Zotit. Lavdërojeni emrin e Zotit. Qoftë bekuar emri i Zotit, qysh tash e deri në amshim. Që kur lind dielli e derisa perëndon, qoftë bekuar emri i Zotit. I madhërueshëm është Zoti mbi të gjithë popujt, lavdia ti i te kalon qejt. Kush është si Zoti hyi ynë, që fronin e ka në lartësi, e nga lart vërton qiellin e tokën? Nga pluhuri e ngres kamnorin, nga llomi i lartëson të vobektin për ta vënë të rri me princat e popullit të vet. A i bën të banoj beronja në shtëpi të vet, nën fëmijësh të gëzueshme. Lavdiatit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. I madhërueshëm mbi qejt është Zoti, nga llomi i lartëson të vobektin. Aleluja. Antifona e dytë. Ti, o Zot, i këput e hekurat e mi. Ty do ta kushtoj flinë e lavdit. Aleluja. Psalmi 116. Falënderim në tempull. Besoj edhe atëherë kur më duhet të them, jam i pafat për së tepërmi. Në hutimin tim kam thënë, Renacak është thonjë ri. Si do t'ja shpërblej Zotit për të gjitha të mirat që me ka dhënë. Do të ngrej gotën e shëlbimit, e me nderim do të thëras emrin e Zotit. Do t'i kryej kushtet e mia bërë Zotit, në praninë e mbar popullit të ti, e çmueshme është para Zotit, vdekja e shëtërve të ti. O Zot, unë jam shërbëtori yt dhe biri i shërbëtores sate. Ti këpute hekurat e mi. Ty do të ta kushtoj flinë e lavdit. Me nderim do të thëras emrin e Zotit. Do t'i kryej kushtet e mia bërë Zotit, në praninë e mbar popullit të ti, në oborret e shtëpisë së Zotit, midis teje, o Jerusalem. Lavdiatit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Ti, o Zot, i këpute e hekurat e mi. Ty do të ta kushtoj flinë e lavdit. Aleluja. Antifona e tretë.
I dëgjueshëm atit në vuajtjen e tij. Krishti, biri i hyjit, u bë shpëtim për çdo njeri që shkon pas. Aleluja. Kënga Krishti shërptar i hyjit. Krishti Jezus edhe pse me natyrë hyj, barazinë e vetme tonë nuk e çmoi si një visar që s'mundet pa të. Por ja mohoi vetvetes, e mori natyrën e shërptarit dhe u bë ngjashëm me njerëz. Dhe për kapamja jashtme, dukej vetëm njeri. E përuli vetveten, duke u bërë i dëgjueshëm deri në vdekje. Mu deri në vdekje në kryq. Prandaj edhe hyje e lartësoj tezve, dhe i dha emrin që është mbi çdo emër. Që në emër të Jezusit të përkulet çdo gjuhë, i atyre që janë në qiell, në tokë e në nën tokë. Dhe çdo gjuhë të dëshmoj, Jezu Krishti është Zot, në nder të hyjit atë. Lavdiatit e birit e shpirtit shejt. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. I dëgjueshëm atit në vuajtjen e tij. Krishti, biri i hyjit, u bë shpëtim për çdo njeri që i shkon pas. Aleluja. Leximi i shkurtër nga letra pare Pjetrit, kapitulli 2, rreshtat 9-10. Ju jeni fisi zgjedhur, me shtari mbretërore, kombi shejt, popull që hyje fitoi për vete, për t'i shpallur veprat të madhërueshme të atij që ju thirri nga errësira në dritën e vet të mrekullueshme. Ju që dikur nuk ishit popull, e tani jeni popull i hyjit. Ju që dikur ishit të përjashtuar nga mëshira, e që tani e keni fituar mëshirën. Përgjigje e shkurtër. Rri me ne o Zot, aleluja, aleluja. Rri me ne o Zot, aleluja, aleluja. Tashmë po bëhet natë. Aleluja, aleluja. Lavdiatit e birit e shpirtit shenjtë. Rri me ne o Zot, aleluja, aleluja. Kënga ungjillare Magnificat. Antifona. Nxënësi të cilin Jezusi e donte i tha Pjetrit: "Është Zotria." Aleluja. Kënga Virgjës së Lume sipas Lukës ungjilltar, kapitulli parë, rreshtat 46 deri 55. Lartësimi i shpirtit në Zotin. Shpirti im e madhëron Zotin. Shpirti im me hare i prohorit hyjit shëlbuesit tim. Sepse shikoj me pëlqim mbi shërptorën e vet të përvuajt, qëse që tani të gjitha breznit do të më quajnë të lumtur. Sepse punë të mëdha bëri për mua, hyi gjithë pushtetshëm, i shejt është emri i tij. Mëshira e tij brezni me brezni për ata që e druajnë. E tregoi fuqinë e krahut të vet. I hodhi poshtë qëllimet e krenarve. I rrëzoi princat prej froneve të tyre, e i lartësoi të përvuajturit. Me të mira i mbushi ata që s'kishin ç'të hanë, e të pasurit i nisi duar thatë. I ndihmoi Izraelit shërptorit të vet, duke sjellë në mend mëshirën. Si u apati premtuar etërve tanë, në të mirën e Abrahamit e të pasarseve të tij në amshim. Lavdiatit e birit e shpirtit shejt. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Nxënësi të cilin Jezusi e donte, i tha Pjetrit: "Është Zotria." Aleluja. Lutjet e besimtarve. Ta përshëndesim dhe ta thrasim Krishtin, jetën dhe të ngjallurit ton. Bir i hyjit të gjallë, mbroje popullin tënd. O Zot Jezu Krisht, të lutemi për Kishën Katolike. Shenjtëroje në të vërtetën që të mbjellë mbretërinë tënde në mesin e të gjithë popujve. Bir i hyjit të gjallë, mbroje popullin tënd.
Të lutemi për ata që vuajnë për shkak të shtypjes, të varfërisë dhe të urisë. Jepu të gjithëve forcë dhe ndihmë. Biri i hyjit të gjallë, mbroje popullin tënd. Po të lutemi për ata që u larguan nga ti. Bëj që ta shijojnë ëmbëlsinë e faljes sate. Biri i hyjit të gjallë, mbroje popullin tënd. Shëlbuesi ynë, që u kryqësove unë gjalle. Ki mëshirë për ne kur të vish për ta gjykuar botën. Biri i hyjit të gjallë, mbroje popullin tënd. Të lutemi për miliarda njerëz që jetojnë mbi faqen e tokës. Dhe për ata që prej ne shumdan me shpresën e ngjalljes. Biri i hyjit të gjallë, mbroje popullin tënd. Aty ynë që e në qiellu shejtrofte emri të ardë mbretëria jote, u bë vullnesa jote si në qiell ashtu në tokë. Bukën tonë të përditshme na jep sot. Na i fal fajet tona si i falim ne fajtorët tanë. E mos na lër të bijem në tundim, por na liron nga i keqi. Amen. Të lutemi. Le të galdoj për herë o hy populli yt, sepse ti ja përtrive rinin e shpirtit. Ti na e ktheve denjësinë e bijeve të hyjit. Na forcon në shpresën e lume se do të ngjallemi. Në për Zotin ton Jezu Krishtin, birin tënd që me ty jeton e mbretëron, në bashkim me shpirtin shejt hy, për të gjithë shejkujt e shejkujve. Amen. Ta bekojmë Zotin. Falenderojmë hyrjen. Të dashur dëgjues Radio Marisë së Kosovës, lutem së bashku me ju mbrëmsorën. Vazhdoni qëndroni me programet Një Zë Krishterë në shtëpinë tënde. Qoftë lëvduar Jezu Krishti.